Artriti reumatoid është një sëmundje e rëndë që shoqërohet me dhimbje e cila na prish cilësinë e jetës. Mjekja reumatologe Neron Zaja Slari na shpjegon se çfarë është artriti reumatoid dhe faktorët që ndikojnë në këtë sëmundje. Artriti reumatoid është një sëmundje inflamatore kronike e cila ka të bëjë me përfshirjen e artikulacioneve. Ajo është një sëmundje e cila mund të bëjë dhe prekje organore. Ndikojnë disa faktorë. Janë faktorët gjenetik, faktorët ambiental dhe faktorët hormonal. Cilat mosha prek më shumë dhe sa e rrezikshme është kjo sëmundje? Mund të prek që në moshat fëminore, adultet, por mund ta shohë edhe në moshat e treta. Është një sëmundje e rrezikshme nëse nuk trajtohet. Mund të shkaktojë komplikacione si në çrregullim, domethënë prekje organore dhe shkatrim të artikulacioneve. Si mund të diagnostikohet kjo sëmundje? Kemi dhimbje, ajntje, edema të kyçeve, zakonisht fillojnë kyçet e vogla të duarve, por jo vetëm, mund të fillojnë dhe kyçet më të mëdha që janë kyçet e gjunjve apo kyçet e shpatullave. Më pas plotësohet me ekzaminimet e duar që janë ekzaminime laboratorike dhe imazherike ku ne shohim a ka inflamacion, a ndodhet kjo sëmundje. Por si mund ta trajtojmë? Në bazë ka mjekime imunosupresore, të cilat do filluar menjëherë dhe ndjekur afër nga mjeku për shkak të komplikacioneve të mundshme që mund të ketë. Duke mbajtur nën kontroll këtë sëmundje është mënyra më e mirë për të patur një aktivitet më të lehtë në përditshmërinë tonë dhe më me pak dhimbje.